që kam i bo. Unë mendoj se kjo është rreziku i partive populiste. Partitë populiste më shumë të ngopin me propagandë, se sa të ngopin me lugë plot. Dhe kjo është pak karakteristike partive të majta, faktikisht. Edhe të majta, edhe populiste. Për shembull, unë nuk isha zhvendosur në armë jetu në Prishtinë si pasojë e infrastrukturës, këtu ta determinon infrastruktura që ty në rrugë ku e ki 40 km, ti kemi bo 3 orë detyrim. Nuk është vetëm problemi arsimi, ndoshta ju jeni më i afërt në arsime dhe ju shqetëson pak të po. Është në përgjithësi, është problem. Nëse arsimi është shumë keq, me mbështetje. Nuk është vetëm arsimi, është edhe shëndetësia, është edhe siguria, ne po dëgjojmë vrasje për ditë. Kemi probleme nga më të shumta kemi probleme. Nëse që kjo është shumë keq, pjesa tjetër është edhe ma keq, që të kuptim kështë e thonë. Po neve kemi që neve, si popull, nuk duhet bijem pre e këtyre. Duhet jemi pak kujdesëm. Kur vejme atje te kutia e votimit, nuk mos të mendojmë vetëm me emocione, po të mendoj pak me një logjik pak më të fortë. Ma pragmatike. Se fundit është një shprehje shumë e bukur që thuhet, çdo popull e meriton qeverinë që ka. Ne kemi atë qeveri që e meritojmë, sepse po e votojmë. Ata partitë në pushtet gjithmonë përdorin shumë mekanizma për të ndënjur në pushtet. Në momentin që ti e siguron mandatin e parë, është tepër e vështirë që të bjerim nga pushteti, partitë populiste të bjerë nga pushteti, sepse e kanë manipuluar emocionalisht turmën. Dhe kjo turmë do vazhdoj që t'i japi, pa tjetër do vazhdoj që t'i japi votën. E gjë sot mëngjes një emision në Shqipërinë, e dim tani që po bëhet me ato protestat, është jashtëzakonisht e vështirë për të rrëzuar pas 3 mandateve, Edi Rama e ka mandatin e 4, për të rrëzuar këtë qeveri. Sepse nga 20.000 deri në 60.000 duhet ishte administrata shtetërore, duhet ishte 20.000 deri në 60.000 sipas normave të BE-s. E disa e ka Edi Rama 220.000. Edhe këta njerëz gjithmonë do votojnë atë parti që ka vendosur aty në punë. Është gati që t'i mbaj ato, të kalojnë në super pagesa, edhe që mos bjeri nga pushteti. Prandaj neve duhet jemi pak të përgjithshëm. Sa është shfryzuar me Bregdeti? Neve duhet jemi